Ka daldole vesh, po eftojmë mësafirin për ditën e sotme, këtu në emisioni Reload, diçka e bukur që po ndodhë në kryeqytet, nga dita e sotme 29 shtatori, dhe Balkan Forum, që kemi Erina Rahmani, deri më 3 tetor Prishtina do të mirëpres edicionin e parë të javës së dizajnit të qëndrueshëm, një ekofestival që bashkon kreativitetin me përgjithësinë. Gjatë një jave të tërë, qyteti do shndrohet në qendër të inovacionit, dialogut dhe bashkëpunimit, duke mbledhur dizajner, arkitekt, pastaj ka artist, antropolog, sipërmarrës, shoqëror dhe komunitete nga rajoni e Mëgjer. Kështu që eftojmë Erinën në dalë nga dalë të vijë në studio. Mirë se vjen, Kludën. Mirë se vjeta, faleminderit shumë. Që shtemi? Mirë, faleminderit. E keni nisë verës organizimin më rritëm deri në Vjesht. Ky ndryshimi i motit brenda javës, do më thonë ndryshoj gjithë shka, po nuk është qëtësu se ja kena bu për hajrë. Ja kena bu për hajrë Vjeshtën. Si vjetë nga ka ardhë pak ma vonë. Nga ka ardhë me 22 shtator, zakonisht e kemi mësuar në shkollë që 21 shtatori është data e Vjeshtës. Po për ty, që shke kjo verë? Mirë, ka qenë verë nxehtë, më thonë drejtën. Kjo vera shumë nxehtë, po dhe në me qenë më lisës nga njëherë, po mirë, Vjeshta është një parë periude produktive, po më duket kështu. Për mu është ashtu kështu që e mirë pras. Mundësi më organizu pak ma shumë se verës, dhe që jena si me do pushime të ndjekje sa atje, sa këtu e. Po, gjithësësi, që ashtu është. Për herë të parë, po realizohet? Po realizohet për herë të parë, kemi fillu herët, na verës kemi fillu organizimin shumë ku ma herët. Ma mund mendja që shumë ngarkes, shumë gjëra për me mri deri tek organizimi. Gjithsesi, organizimet tilla janë shumë impenjative, kërkojnë shumë punë dhe kërkojnë shumë detaje me u pas parasysh. Ka me qenë një javë mbushur me aktivitete ku do të ketë konferenca, ku do të ketë punëtori, ku do të ketë aktivitete kreative, për tri aktivitete interaktive, kështu që një javë shumë e rëndësishme kisha me thonë. Për herë të parë në Prishtinë po organizohet java e dizajnit qëndrueshëm, një organizim mes dy Volab, një farë platforme e cila e gërsheton me thonë dizajnin e qëndrueshëm me mjedisin, edhe The Balkan Forum, organizata cilën unë e përfaqësoj, një nismë rajonale cila e ka ndoshta për qëllim kryesor me kriju një farë narracioni pozitiv për Ballkanin perëndimor, se na vërtet jemi kështu shtete pak të njoftuna për një farë konflikti, mirë po narracioni pozitiv na ndihmon që bashkëpunimi ndër kulturore, ndër politik, po edhe ndër shoqëror me qenë në nivel pak më të mirë. Kështu që kjo është ideja, tjeta mirë, për herë të parë Prishtina po shndrohet në një farë qendre ndoshta ku po flasin për dizajnin e qëndrueshëm dhe ndikimin që e ka te mjedisi, duke i thirrë kështu në një diskutim publik arkitektët, dizajnerët, artistët, kuratorët, gjithë ata të cilët munden me na fol pak më shumë për rolin e industrive kreative dhe ndikimin që e ka në qëndrueshmëri edhe në mjedes. Një ide shumë e mirë, për arsye se çuçi përmende edhe ti prej arkitektëve, prej artistëve, prej shumë njerëzve me ndikim në të ardhmen. Kur po thonë në të ardhmen, se për shembull arkitekt çka bojnë, ajo mbetet për shumë gjatë. Po sa e vështirë fillimisht si ide tash, çka po bëjmë, çka po realizojmë, si erdhi deri te kjo që me marrë këtë përgjithësi ka shtë madhe. Po, dy Volab ishte veç duke organizu një aktivitet të ngjashëm, do më thonë Prishtina Sustainable Design Week, ne ishim duke organizu një ekofestival me po të njëjtat tema, konsistoj me qenë se të njëjtën kohë, edhe kështu menduam që më mirë do të ishte të bënim diçka të përbashkët se sa me bo diçka ata ndaras ne ndaras, kur në fakt po flasim për të njëjtën temë dhe po i trajtojmë të njëjtat probleme. Kështu që kështu erdhi ideja, kështu i kemi bashkërendu edhe aktivitetet. Edhe kështu ka fillu bashkëpunimi, një bashkëpunim shumë i mirë, shumë i frutshëm, jemi shumë të lumtur, ka jetë gjithçka shumë mirë, për sa ku njerëzit kanë vullnet mirë për me bo diçka të mirë, atëherë gjithçka jetë vaj kështu. Po, do të ketë edhe komunitete nga rajoni si për ju si ka qenë më thonë me iftu, ardhi atyre, si ka me qenë e organizume gjithë kjo.
po. Fillojmë sonte, do t'jenë 4 konferenca. Konferencën e parë kemi quajtur hapësirat e mundësive, sepse do flasim për hapësirat e ngjashme si dy vollap, cilat janë edhe në rajon pak a shumë cilat e bojnë të njëjtën punë. Është do t'jetë Sonila Abdalli prej Destilit nga Shqipëria, një hapësirë e ngjashme me dy vollap që bën një punë shumë të mirë për dizajnin e qëndrueshëm atje. Do t'jetë edhe Maja Lalić gjithashtu nga një hapësirë tjetër e cila quhet Destil. Sot do ta kemi edhe kryetarin e Prishtinës në panel, si dhe Niki Murseli prej dy vollap. Do të thonë, kjo ka me qenë ideja çka do të flasim sot, si mundet Prishtina ose sa ndikojnë këto hapësira për me kriju ndoshta hapa më të mirë ose për me ndiku në mjedes. Konferencat e tjera kanë me ndërlidh arkitekturën, nesër me njëherë, mandej do ta kemi një konferencë tjetër për artin, edhe artistat e luajnë rolin e vet, e dim shumë mirë sa i përket dizajnit qëndrueshëm edhe ambientit. Edhe mandej do ta përfundojmë me një konferencë për modën. E kemi e kemi pa që pesha aty Hana Zeqa, një dizajnatore që mirët me dizajn qëndrueshëm. Dizajnatore modës, do me thonë Vlera Qoqaj po edhe shumë edhe nga jashtë. Ideja është se me të vërtetë edhe moda po e luan rolin e vet, na po jemi dëshmitar të kësaj fast fashion edhe ndikimin që e ka në mjedis, ndërsa kur flasim për modën, nëse mujmë me thonë e cila ka këtë komponentën e dizajnit qëndrueshëm, atëherë materialet përdoren, po mandej edhe ripërdoren. Do të thonë, nëse një material ka qenë një herë një xhaket, mundet mandej me u bë një qilim. Do të thonë, këto është ideja që lidhet gjithë kjo me modën që me shfrytzu. Se në përbot reciklohen, për shembull ka veshjet që reciklohen shumë, kështu që këtu po i vet ideja që me i shndru në diçka tjetër. Në diçka tjetër, shumë interesant, na do t'i kemi edhe disa punëtori të cilat lidhen me një par koncepti të ri që po quhet mbiciklimi. Mbiciklim. Shumë interesant, me qenë se asu nuk jam me fushën së dizajnit, po riciklimi nëse është diçka që kthehet në formën e vet fillestare, për shembull nëse një shishe xhamit kthehet prapë në xham, biciklimi i jep një farë jetë të re atij produkti ose atij objekti, duke e bërë për shembull një shishe qelshi në abazhor, që është shumë interesant. Edhe do t'i kemi një 4 ditë punëtori me 3 të cilët do të marrin mbetje, do të marrin kësi lloj produktesh edhe do t'i shndrojnë në prototipe ose do t'i bëjnë, do t'ju japin le të themi një jetë të re. Kjo do ndodh aty për aty, gjithçka që do prezantojnë gjëra të cilat në hapësirën e dy vollap do t'i kemi 4 ditë punëtori për biciklimin me mentor nga Kosova por edhe nga jashtë, do t'jenë shumë interesante, janë përmbyll thirrjet për të rinjtë e interesuar, edhe kemi pas shumë të rinj që kanë pas qef me ardh. Do t'i kemi do punëtori tematike, me qenë se kjo dizajni qëndrueshëm e ka një farë komponenti shumë të rëndësishëm edhe antropologjik, edhe këta e kemi pa rrugës duke punu. Objektet e ka një farë rëndësie, nëse mujmë me thonë, edhe materiale, sepse na ndihmojnë me kriju marrëdhënie, edhe kjo është ideja pse kemi dasht me pa edhe këtë anën tjetër, do të thonë anën antropologjike, objektet e kanë peshën e vet, e kanë rëndësinë e vet sociale, shoqërore, janë aktar shoqëror, kështu. Edhe do t'jenë aktivitetet mira, për mos mi mbet bash 2 aktiviteteve që po i la kështu si, nëse mujmë me thonë si qershi mbi tort. E kemi një diskutim me drejtorinë e shërbimeve publike në Prishtinë, me 3 po edhe të tjerë, do të thotë njerëz qytetarë të interesuar që të marrin pjesë në diskutime publike se çysh ndodh menaxhimi i mbetjeve në vend, na e dim urgjencën edhe problematikën. Edhe mandej pas aty do ta kemi një farë aktiviteti të lezetshëm, do ta bëjmë një farë piketimi të shportave që mungojnë në qytet. Do të kemi punë, se ka shumë shporta që mungojnë. Edhe rëndësinë për riciklim, do të thotë duhet me fillu sa më shpejt me riciklim, nëse dojmë me u afru më afër Evropës. Po, a keni analizu ju si organizat këtë pjesën e riciklimit, pse nuk po bëhet në Kosovë? Pse nuk është ndonjë proces shumë i kushtueshëm, të paktën shteti që shumë lehtë mundet me realizu.
Çka po ndodh, se nuk kemi deri tani reciklim? Me tonë drejtën në kuadër projektit, këtij projekti ku edhe po organizohet gjithë kjo ngjarje, quhet Eco Champions, është një projekt, një konsorcium edhe i organizatave të vendeve tjera. Kemi bërë një farë analize dikur në janar të këtij viti, ku i kemi analizuar komplet situatën e menaxhimit të mbetjeve dhe kemi dalë me disa, më thonë, rekomandime. Reciklimi në përgjithësi menaxhimi i mbetjeve është shumë mirë i rregulluar, nëse më thonë, në kuadrin e letra edhe të strategjive, po, si zakonisht ne jemi shumë të mirë, po. Une nuk jam e profesion as arkitekte, as dizajnere, kom studiu për shkenca politike dhe di mirë rëndësinë e qytetarit e politikat publike. Nëse angazhimi qytetar, nëse qytetarët nuk janë të përfshirë në hartimin, në draftimin, në implementimin e politikave publike, ato rrezikojnë me mbetë në letër. Qytetarët nuk janë shumë të përfshirë dorën në zemër, këto menaxhimi i mbetjeve vazhdon me u bë një që është bë para 50 viteve në Kosovë. Kemi pas disa praktika të mira të paktën përpara kur i kemi dërgu, kemi bleni një Coca-Cola, kemi dërguar prapë në dyqan me idenë, po. Nuk kemi praktika as shpërblyese, për shembull, ku ti e dorëzon një kanoa që e merr një shumë të vogël monetare që i kanë vendet e Evropës, për shembull, këto janë krejt incentiva të vogla që munden me u bë me aparate të thjeshta. Kjo është ajo metoda e qeseve që filloi me u praktiku në Kosovë, diçka e Evropës, me pagu qesën. Mandej njerëz filluan me i pas qeset e tyre për me i se nuk ishte ndoshta ndonjë kosto e diçka, por është një farë lloj edukimi edhe vetëdijsimi për ambientin. Duhet me pas edhe infrastrukturë. Reciklimi kërkon një farë infrastrukture që fillon prej shtëpive, domethënë ku ti e bën ndarje në burem, që i themi, për me vazhdu pastaj deri tek deponit atje ku shkon mandej, ku shkojnë veturinat. Më përmend që fillim aty që do të jetë prezant edhe kryetari i Prishtinës, në kohë fshatë ai pas këtë nxjerr punë pak me dalë jashtë gjithë asaj, po a ishte e nevojshme dhe a ka ndihmu komuna në këtë rast për një realizim të tillë, për një festival të tillë, një eko-festival? Po, pjesëmarrja e tij na gëzon shumë për faktin se kjo tregon mbi parë që gatishmërie për bashkëpunim, edhe që platformat e tilla janë të rëndësishme edhe për aktarët politik, edhe për barësit e institucioneve. Kështu që po është kohë fushate, është e vërtet, mirë po besojmë që ka pa me interes, duke qenë sekretari është vetë arkitekt, po kam shumë qef me mendu që është pak ma ndryshe i jaja peshën dhe seriozitetin e vetë sa ngjarjes. Bashkëpunimi, na jemi mundu që këto disa prej aktiviteteve të zhvillojmë në hapësira të cilat janë kështu të komunitetit, nëse mund të themi, prandaj edhe do ta kemi në ish CNP ose në ish objektin e bibliotekës Hifzi Sulejmani do t'i kemi disa aktivitete, siç është kjo Waste Sorting Challenge, domethënë kjo aktiviteti diskutimi që do ta kemi me qytetarë dhe kjo sfida e klasifikimit të mbetjeve. Kjo është idea. Tash, për me kuptu edhe ata që për në ndjekin se fillon sonte e ku munden me ju gjithë, ka me shku, ku janë lokacionet më saktësisht, edhe mundet me marë pjesë aty çdo kush, është i hapur për çdo është i hapur për gjithë, konferencat janë fala, sonte fillojmë në orën 7:15 në Kino Armata, 4 konferencat e tjera janë gjithashtu të hapura. Në Kino Armata, po do të mbahen edhe konferencat e tjera, ndërsa aktivitetet si eko-quizi, për shembull, cili nuk e përmenda, është një aktivitet ku trit do të garojnë me dijen ekologjike për këto temat, që është ekonomia qarkore. Po, e kemi quajtur eko-quiz, e kemi një farë pako të pyetjeve, ata do të garojnë, mandej do t'i marrin disa çmime simbolike, cilat i kemi caktuar. Kjo lidhe do të thotë me gjithë ata që janë pjesëmarrës, që vinë. Po, pjesëmarrës cilët janë regjistruar edhe cilët kanë shprehë dëshirën se thirrjet tona kanë qenë të hapura për gjatë muajit shtator, kanë mujtë me u enroll, me u regjistru edhe me marrë pjesë. Kemi marrë shumë aplikime, jemi të lumtur, sidomos trije, sidomos njerëz entuziastë, cilët e kanë, muj me thonë kështu të përbrencu me idenë e ambientit, mjedisit, rolin që ka klima në përgjithësi. Kemi marrë aplikime shumë të mira, jam shumë e lumtur që po organizojmë diçka kaq të mirë. Pikërisht për këtë, ju si organizat, ndoshta më na jap pak edhe një pikpamje prej anës tuaj se ku janë trit me eko. Se është diskutuar shumë herë, është provu shumë herë gjithçka
ta kthejmë në eko e sidomos kjo periudha tash edhe me rrymën, jo solarët, jo këto, jo ato, e shumë gjana tjera, po rinia sa është e vetëdijsuar për ambientin. Po, trit janë katalizator të ndryshimet. Na e pojmë që ka po bojnë në Nepal gjenzit. Kështu që trit janë katalizator, janë ata që motori i të ardhmës. Po besoj që me liberalizimin e vizave, po dhe ma herët na kemi mundësi me pas interaktivitet me botën, me Evropën, me pa çfarë praktika është po bojnë atje, praktika qëndrueshme. Mendoj që në përgjithësi tritën në Kosovë ka një farë vetdije, mirë po normalisht që do të me punu ma tepër, do të më kriju kushte edhe institucionale, janë institucionet ato në funditës që e kanë punën kryesore. A është analizuar ndonjëherë ky procesi i hapjes dritarës veturës edhe hudhja e mbeturinave? Pse e bojnë ata? Është bën ndonjë sondazh ose diçka? Shumë një edukat e keqe, po më duket, një edukat, një mungesë e edukatës, mjedisi është e gjithëve, është pasqyra jonë. Do të është pasqyra e secilit prej nesh. Qysh e trajtojmë mjedisin, që është respekti që e kemi për veten. Se shumë herë është thonë, brenda jemi shumë të pastër. Dhe më thonë aty ku jetojmë, me familjarë tonë, shumë mirë. Po, e kësha kuptu para 20 vjetëve, 15 vjetëve, atë hudhjen e mbeturinave, po sot është e pa kuptim. Po, duhet me u dënu edhe kjo pjesë, po mendoj, e di që në disa qytete kom dëgju që veç janë disa dënimet vogla ku hudh diçka, në raset nëse kap kamera, po, mirë po, duhet me qenë definitivisht një akt i dënueshëm. Një akt i dënueshëm, nuk e dim se sa keq i bojmë mjedise qoftë edhe me një letër të vogël që e hedhim në tokë. Sot është dami i parushëm. Do të zgjas deri me datën 3 tetor. Do më thonë aktivitete çdo natë, edhe shumë shka, po tash, po më intereson, a do të keni vazhdimsi? Edhe pse sot është nata e parë, po gjithmonë do të me mendu, okej, kemi arrit deri këtu, tash të mendojmë për vitin e ardhshëm. Po, gjithsesi, e kemi plan që ta organizojmë edhe vitin e ardhshëm, nëse gjithçka ecë mirë këtë javë, ja kemi bo hizmetin, si thonë, edhe besoj që gjithçka ka me shku mirë, po patjetër pse jo, janë aktivitetet cilat i mungojnë Prishtinës, ja jo hapi një farë energjie kështu të mirë, dhe do t'ishte shumë mirë që të organizohen. Aktivitetet që lidhen me menaxhin të mbetjeve, me mjedisin, organizata jonë organizon gjatë gjithë kohës, sepse jemi pjesë edhe këtij rjeti që sapo e ceka, Eco Champions, është një farë projekti i madh ku ka dhe organizata evropiane. Ishim para disa jave në Belgjik, ku organizu një ekomaraton, atje një vrap për mjedisin. Do të ketë aktivitete edhe në për disa shtete tjera, që është Spanja, Italia, me aktivitetet ngjashme, po mundem me thonë që si Kosovë kemi bërë një punë shumë të mirë dhe po impresionohen edhe ata prej punës të mirë që po bëhet këto. Po bëhemi pjesë e Evropës, me shumë gjëra të bukura. Për ndryshe, ndoshta mos me qujtë edhe koincidencë, po që sot zyrtarisht ka hyrë në UNESCO, është bërë pjesë e UNESCO-s edhe lugina e Vjosës, dhe më dhënë lugina Vjosë aty, edhe diçka që po lidhet edhe me... Lumi Egër, Vjosa është një pasuri kombëtare, kështu edhe rajonit, kisha me thonë dhe jo vetëm e shqiptarëve për gjithë rëndësinë që e ka. Lumejnë të luajnë një rol shumë të rëndësishëm, ndotja e lumejnëve në Kosovë vazhdon të jetë një problematikë shumë e madhe me sa kemi vrejt. Kështu që po, sot ishte edhe dita ndërkombëtare e zemrës, nëse po mjedisi e luan rolin kryesor, nëse mundem me thonë në shëndetin e zemrës edhe në... Që ndikon ajo shumë, ndikon. Nuk u ndalem edhe aq shumë, po kisha pas dëshirë ndoshta edhe ne u ndal tek përzgjedhja e pjesëmarrësve, më thonë gjithë atyre që mund t'i quajmë kontribues të këtyre mbrëmjeve, kështu që a keni pas vështirë. Se po flasim për rajonin, për njerëz të cilë unë pash aty edhe nga Anglia që kish, më dhënë këta pjesëmarrës si është bu përzgjedhja dhe sa Qysh ka qenë për ta... Po kemi bo ullum tem, po dhe shumica e pjesëmarrësve janë njerëz të cilët kemi bashkëpunu në, muj me thonë, në projekte të ndryshme, në relacione të ndryshme, në instanca të ndryshme, edhe qysh e thash, krejt këta pjesëmarrës që marrin pjesë e kanë një dashni për mjedisin edhe për kujdesin që duhet me bo për klimën e për mjedisin për gjithësi, kështu që nuk ka qenë vështirë sepse kur merr njerëz për shembull cilët e punojnë për këtë punë, sigurisht që edhe që e dojnë këtë punë, e kanë lehtë edhe
edhe me ardhë, për Shobeharën, për shembull, gazetare e Gjelbërt, ose Sislej Gjafa, artist, Dritan Selmani, gjithashtu i ka bo dhe instalacione shumë të mira me qeset plastikët, të gjithë Francesca, do thot janë të ftuar të cilët i kemi përzgjedhur me kujdes. Sislej Gjafa, me më thonë një person i cili apo një artist normalisht që kontribut madh shumë ka japë në për botë, po a ke vështirë me pru? Me i thonë hajtë. Unë nuk kam qenë kontakti kyç me Sislej, por nuk e besoj që ka qenë vështirë pjesëmarrja e tij direkte. Po them, përsa ku njerëzit i kanë për qef këto tema, vinë edhe kontribojnë për Prishtinën, pikës pari, mandej për javën edhe mandej për mjedise. Është mendu, tash adin po i pak në të ardhme çka do të bëhet, po është mendu që edicioni i radhës të jetë në një qytet tjetër të Kosovës, sidomos ato që... Bëjmë në Prishtinë, Trakja, bëjmë në Prishtinë, ma mirë. Milano e ka, Parisi e ka, Krete kanë këtë javë. Ne patëm pak me problem, ose që me thonë, ne patëm dëshirën me prunë Prishtinë, s'po i lëvizim për Prishtinën. Ta është tutje po e mbajmë këto. Po gjithë qytetet tjera mund të vinë, kështu që janë dyrë të hapura. Na veç shpresojmë që pjesëmarrësit e javëve të ardhshme t'jenë edhe ma shumë, të kemi edhe ma shumë aktivitete, ta bëjmë një muj të dizajnit të qëndrueshëm, ku mund t'i mbledhim përfaqësues të krejt industrive kreative. Të lumtur jemi shumë, kemi bo një punë të mirë, besoj, sot i ftojmë qytetarët na bashkan gjitën të vinë. Se thojnë puna e madhe u kry. Dhe më thonë, po e prekim aty inovacionin, po e prekim ekosistemin, festivali i cili vetë se po fillon si edicioni parë, kjo po bëhet edhe në për botë, apo në të njëjtën kohë parafërsisht? Jo bashkë parafërsisht, mirë po organizimet të ngjashme bëhen edhe në kryeqendrat e tjera evropiane. Pa marrë parasysh që janë shumë të avancuar në Po pikërisht ata janë, mu i me thonë, hapa për para dhe tash flasin për tema. Na ndoshta duhet ta mbajmë pak mbi baziket, ata flasin tash janë pak më të avancuar, më senior në këtë fushë. Shpresoj që s'kan me dalë në për rrugët e Kosovës kështu me po çështë gjendje. Pak e vështirë. Po tash Kosova jonë pak e babastër, po është e mirë, është mikë frice. Edhe më shmërë se na mundemi me mbajt pastër, nuk e që nuk dim. Po pëse s'po e bojmë, hala se kënë kuptu. Shpresoj që shpejt... Ndryshimi fillon prej se cilit prej nesh, se cilit duhet me dasht hapësirën ku jeton, qytetin ku jeton, si shtëpinë e vetë. Si i mbajmë shtëpit ashtu, duhet i mbajmë edhe qytetet. E përmendë edhe ma herët Sonilën, po që shë gjendja, se po më interesën edhe Shqipëri? Na bashkëpunojmë organizatat cilat punojnë për mjedisin në Shqipëri, kemi një bashkëpunim shumë të mirë, botë edhe një punë shumë e madhe, atje Shqipëria është pak ma afër bëjës, tash me krejt ta kapitoj që po i hapën. Ato pikat që i patën ditë kryeministri. Ato tekstilat po i kalon kështu. Mjedisi në përgjithësi është i pak hapërcyeshëm kur vjen puna për bëjën. Do të është diçka që Shqipëria besoj që ka bë, nuk është shumë ma mirë se ne, mirë po besoj që me qenë se po avansojnë, po. Gjithsesi tu pas parasysh që ka dhe dalje në ndete, ndotja e mjedisit mandej merr edhe për masat e tjera, sigurisht. Me këto ndotjen e ajrit, a ka diçka rreth? Ndotjen e ajrit. Na si organizat nuk kemi bërë diçka konkrete sa i përket ndotjes së ajrit, po shpresoj shumë që këto parametrat me ra pak si vjetë, dikur ka dimri filloj me i po atë emotikonin e koqat të dikun qendrës, që atë rëshojmë që situata është alarmante. Në ndrën klima aty edhe kur oftat normalisht që nuk lejan ai plumëri, ai ajri pa pastër me shku shumë ma larkë që së shpengjis për ne edhe në theksuat. Shpresoj shumë që të kemi ndryshim si vjetë. Atëherë, suksese edhe e kanë konfirmu krejt që kanë me ardhë, janë aty? Po, shpresoj shumë me kismet. Kështu që edhe njerë ndoshta kina armatën aty e përmendëm, nëse ka dhe ndo një lokacion tjetër dhe ku mundën dikur rjetët sociale me marrë me një informat shtes, me ju pyt diçka. Informatat munden me i marrë tek direkte faqja që kemi ndërtu pikrish për të ngjarje, Prishtina Sustainable Design Week, munden me i marrë edhe në faqen tonë si The Balkan Forum, po edhe si Duvo Lab.
Këto janë faqet ku jemi prezent në rrjetet sociale, munden me na pa. Pas ka adresa sa dush, që të rinjt, sidomos të rinjt, duhet jenë pa tjetër prezent këto. Edhe me i taku edhe shumë emrat njohur, shumë njerëz kontribut dhënës. I mirë presim. Faleminderit Erina, ishte kënaqësi, suksese për ju edhe për gjithë stafin aty. Faleminderit juve. Se keni marrë përsipër një punë goxha të vështirë, po e kemi bërë me shumë dëshirë, kemi pas vullnetin, zellin e mirë, tash shpresoj që po kurnorzohet me diçka të mirë dhe kështu që ka ndikim me impact. Impactful, që thojnë Amerikanët. Po shumë bukur. Faleminderit shumë që ishe prezente këtu, edhe të vala gjithë kolegëve atje. Faleminderit shumë. Kështu që ju priftem bara, Erina